Shumë biemra tani. Armik I egër I pluralizmit politik, mercenar I Edi Rams dhe narkoregjimit ti, drejtësia vonon, por nuk të harron. Tani, për disa arsye shumë të veçanta, u detyrova të bëj një spostim në agjendën time. Por ju do mësoni një gjë që është për Guinness. Megjithatë për rikujtes. Altin Dumani në veting, për rikujtes, kjo është e radhës kaluar. Kam bërë kontrat porosie për blerje apartamenti banimi me sipërfaqe 127 metër katror me datën 18/8/2006 në një godin pallat 5 katësh pranë në rrugën në Tiranë. Vlera totale e apartamentit është 50.000 euro, shumë e shlyrë është 9.000 euro në momentin e blerjes dhe 29.000 dhe 2.950.000 lek me datën 16/11/2006 në momentin e marrjes së kredisë. Detyrimi I mbetur është 2 milion lek, I cili do bëhet pas plotësimit dokumentacionit. Tani ndëgjoni pak. Duhet të sqaroj në faqen 8, thot, se harrohen gjërat. Në faqen 8. Se në këtë apartament, kemi filluar të banojmë apartamentin që kemi porositur në vitin 2006, me 18/8/2006 e porosita, thot. Kontrat porosie, çka do thot kur ndërtohen kur paguhen në ndërtime sipër. Në këtë apartament, thot, kam filluar të banoj në vitin 2004. A ka gënjeshtër më të turpshme se kjo? Në faqen 7, thot, e porosita apartamentin me kontrat porosie me 18/8/2006. Në faqen 8, thot, në këtë apartament kam filluar të banoj në vitin 2004. Pra, dhe kam shpenzuar 1.400.000 lek për arendimin e brendshëm. Tani dëgjoni pak tjetër, se çfarë race mashtruesish janë këta. Se përfaqëson ky që kryesoi prokurorinë më të rëndësishme të vendit. Se përfaqëson ky që në kushtetut përfaqëson prokurorinë më të rëndësishme të vendit. Shikoj çfarë thotë. Komisioni konstatoi, thot, se çmimi I blerjes kësaj pasurie është në vlerën 390 euro. Pasuria është në një nga zonat më elitare të Tiranës, diku tek liçeni I Thata, Kodra e Diellit, në atë krah atje ku janë çmimet më të kripura dhe që në atë periudhë, sipas burimeve të sigurta, kanë qenë të paktën 750-800 euro. 800 euro. Dëgjoni ç'thot komisioni, se çfarë vetimu kanë bërë. Komisioni thot se çmimi I blerjes kësaj pasurie është në vlerën 390 euro. Komisioni vlerësoi këtë çmim në raport me çmimet e tregut, kontratat e ngjashme të porosisë apo shitblerjes në këtë zonë, dhe ky çmim nuk rezulton në koston e ndërtimit. Pra, në variantin më të sigurt, nuk është shumë larg çmimi I tregut, por është
në çmimin e kostos së ndërtimit. Pra, apartamenti është bler me çmimin e kostos së ndërtimit. E dëgjoni tani, bler me çmimin e kostos, prisni. Tani, kujt ja ka bler? Ja ka bler xhaxhait të gruas. Por xhaxhait të gruas, Andon Pango, delinkuent i dënuar 6 vite, sepse i shiste nga 2 herë apartamentet, Altin Troplini i dërgon bodyguardin e tij për të keq trajtuar njeriu uniform, pra jo privati, të shtetit. I dërgon për të keq trajtuar 2 pensionistë që kishin paguar, kishin bler apartamentin, kishin paguar, por xhongleri Andon Pango e kishte shit përsëri diku më shtrejt. Ky i dërgon rojet e tij, që i paguan të shteti për të siguruar këtë, për të nxjerrë pensionistë nga shtëpia, për t'i keq trajtuar ata, dhe ju e keni parë të gjithë video, dhe ju lutem, në qoftë se pronart ju lejojnë, ritransmetojni. Në rast se nuk ju lejojnë, i denanconi si mafioz të fjalës së lirë. Kjo është sugjerimi juaj për ju dhe një gjë jam këtu. Mos gaboni kur, se unë nuk konfondoj kur gazetarët me pronarët. Harrojeni këtë. Ju mos u mashtoni nga pronarët, dhe të thoni që ja si po sulmon Berisha shtypin. Jo. Unë sulmoj mafjen e fjalës së lirë si mafja më rrezikshme e planetit. E kokainës. Pra, kaq kishim për këtë. Zoti Berisha, keni denoncuar rastin e Dumanit? Me qënë si ju pretendoni që ka shkelje gjatë procesit vetingut, e keni bërë denoncim? Do ta shifni radhën tjetër se vilen Dumani, po ju lutem shumë, bëni edhe një investigim, ose të pak një check-up në media, se do ketë gjëra shumë interesante. Duhet ishte sot, e kisha gati, mirë po doli një dokument për Guinness, atër thash më mirë t'ja u paraqes medjave dokumentin për Guinness të Irenës me 5 mbiemra. Irenës me 5 mbiemra. Dhe ky dokument do t'u përcillet të gjithave ju në postën elektronike. Irena me 5 mbiemra i hapen Altin Troplini, i hapi për ta mbrojtur dosje hetimore. Dosje hetimore. E pa ditur dhe hapi dosjen. Dosjen e hapi pa emër. Pa emër. Dhe Irena thirret për dishmitare. Pra, keni paju dosje penale pa të akuzuar. Majni mente, dosje penale pa të akuzuar. Kjo është forma më e poshtër e njerëzve të antiligjit. Ma thuash, zoti Berisha, çfarë deklaron dëshmitari? Ja, them çfarë ka, është e bukur shumë. Na është sqaro pra. Po, prit një minutë. Ma e pak këto tani. Shikoni tani. Shikoni pak këtu. Ja, t'ja u kthej kështu. Le që do ja u dërgoj. A mund të imagjinoni ju që dëshmia e Irenës në 2 faqe gjysmë, po, ka vetëm firmën e Irenës dhe administrohet në dosje gjyqësore pa firmën e hetuesit. Ja ku e keni. Ky është dokumenti, ky është hetimi që ka bërë Altin Troplini Irena Dumanit. Irena Dumanit. Tani, që
një proces verbal, një dëshmi, do të flasë, do u përgjigjet pyetjeve ai që është thirrur pa diskutim. Por që hetuesit Tomi Gramo dhe Elton Kërluku nuk e kanë firmosur. Është për Gines miq. Dosje gjyqësore dërguar në gjykat. Pse se kanë firmosur? S'kan dash të firmosin mashtrimet e Irenës me 5.000 emra. Pse? Jo, s'ka gjitha ato, jo, zoti se ndrua zjarë. Mos ndoshta është ndërru dhe si kanë gjetë mo hetuesi ta firmosin. Kush ndrua hetuesi? Jo, është ndërru deklarimi. Ato ka ndodhë, këtë s'mund të them, bravo, edhe kjo mund tjetë. Çdo gjë mund tjetë. Çdo gjë mund tjetë. Por në planet, një dosje në të cilën të ketë të ketë thirrur për dëshmin prokurori dhe të ketë të ketë dëshmuar vetëm i thirruri, dëshmitar është thirrur, dhe të mos jenë ata që i bën pyetjet, mos kenë firmat, është rasti unik Irena me 5.000 emra. Shikoni se çfarë dhe kjo dosje është dërguar në gjykat, po si është dërguar në gjykat, thoni ju? Sekret. Çfarë sekreti? Sekret maskarallëqit e tyre, turpin e tyre. Sekret. Po kanë turp këta, s'di Keni drejtën, zoti Berisha, ta tërhiqni në cilësinë e kallëzuesit. Urdhë? Në cilësinë e kallëzuesit ju keni drejtë që ta tërhiqni dosjen. Kështu që mund të sekret përpara. Jo, e kanë shkruar sekret aty. Fali një minutë. Jo, një minutë. Sekret duke besuar se unë nuk do t'ja u bëj të ditur gazetarëve këte. Po si të mos ja u bëj ju të ditur këte? Që kjo është për Gines. Kjo është për Gines, zotri. Në fakt, keni një dosje tjetër, zoti Berisha, sekret për zonjë Balluku dhe Partia Demokratike nuk po e bën të ditur. Pra po mbani dy standarde në rastin konkret, nëse ju e thoni këtë. Ta them unë ty. Në atë dosjen Balluku të garantojnë ty që po t'ishte Sali Berisha paditësi në mënyrë absolute do t'a bëja sekret. Këtu jam palë. Te kjo dosje jam palë. Aty unë jam i detyruar, kolegëve të mi, bashkëpunëtorëve të mi, nuk ju kërkoj, pse? Ka i gjatë shumë, dushim shumë të madh. Aty ka bashkëpunëtorë të drejtësisë. Dhe unë në asnjë rrethan nuk pranoj kurrë që ata të tradhtohen. Jo. Për mua bashkëpunëtorët e drejtësisë janë njerëz shumë të çmuar. Pavarësisht se kanë bërë gabime, pavarësisht se kanë, por në fund të fundit i kanë thirrë vetes dhe kanë gjetur 1 miligram njëri dhe njerëzore që t'i shërbejnë shoqërisë me dëshminë e tyre. Dhe edhe njerë, ata që kërkojnë që ne të nxjerrin në treg të penduarit dhe dëshmitarët e drejtësisë, ata gabohen zë ta gjejnë kurrë këte. Sepse ne mund të kemi me individ caktur, por ne jemi për procesin e hetimit mbështetjet plot dhe totale dhe ne vlerësojmë cilin do që kontribon. Tani, si më thua mua, të marru të nxjerr dëshmitarët e drejtësisë në pazar. Po artikuloni ju për herë të parë, zoti Berisha, që ka bashkëpunëtor të drejtësisë. Jo, e kam thënë për para. Klodiana, e kam thënë. Në tha, do të thënë, prit, mase po unë di që e kam thënë. Aty ka dëshmitar, ka të penduar të drejtësisë. Dhe unë nuk jam kurrë që të dalin të penduarit të drejtësisë, përkundrazi jam për mbrojtjen e tyre më të plotë. Nuk mund ndodha ajo. Pra, mos ta kalojmë atje tani, se shiko, kjo është mënyrë për ta shpërndar problemin tani. A u thotë, mirë, po s'ka. Tani, shikoni, dosja për Irena Gjokën. Dëshmia e Irenës është pa miratimin e asnjë hetuesi. Dhe fuqia e Irenës është e tillë mbi Dumanin, sa ai e merr dhe e përcjell në gjykat dosjen në këtë mënyrë, duke ditur që ky është një krim, duke ditur që ky është një turp, duke ditur që ky është një akt i papërgjegjshëm. Dhe i vën aty sekret. Çfarë sekreti? Unë ftoj gjykatën ta kthej dosjen për hetim
të refuzoj një dokument të tillë të turpshëm që nuk ekziston në asnjë dosje gjyqësore në botë, përveç se në dosjen e përgatitur nga Dumani dhe dorëzuar në SKAP.